Zbulohet dosja tronditëse Josefin Markut në Zvicër, pas incidentit të rënd që ndodhi në gjysmëfinalen e Big Brother Albania 4, ku Josefin Marku, Jozi, goditi gjestin, në media ka nisur të qarkullojnë informacione shqetësuese mbi të kaluarën e tij jashtë kamerave. Një dosje e tronditëse është zbuluar për Jozin duke hedhur dritë mbi historikun e tij penal për dhunë ndaj femrave, shumë përpara se ai të bëjë pjesë e reality show-ut më të ndjekur në Shqipëri. Sipas burimeve të sigurta nga mediat, një ish-partnere e Jozit, një grua shqiptare, e cila e ka denoncuar atë për dhunë fizike, teksa dyshohet se ngjarjet kanë ndodhur gjatë kohës kur ata jetonin bashkë në Zvicër. Pas denoncimit të saj, ai është arrestuar dhe siç mësohet, ka qëndruar në burg për afro 3 vite, nga viti 2020 deri në vitin 2023, pikërisht gjatë periudhës së pandemisë së Covid-19. Jurist zvicerian të konsultuar nga media kanë bërë të ditur se dënimet e tilla me kozgjatje të gjatë për dhunë ndodhin vetëm në raste të përsëritura dhe me prova të forta, çka ngre edhe më shumë shqetësimin për sjelljen e tij si recidivist. Burimi pranë ish-partnerës së tij ka theksuar se pas burgosjes Jozi dhe ish-partnerja nuk kanë pasur më kontakt, ndërsa vendi ku ai kreu dënimin ka qenë një nga kantonet frankofone të Zvicrës. Ky zhvillim hedhje të rënda mbi vendimin për ta përfshirë Jozin si pjesëmarrës në Big Brother VIP, duke ngritur pikpyetje të forta mbi filtrat dhe procesin e përzgjedhjes banorëve, sidomos kur bëhet fjala kur është një figurë me precedent penal për dhunë ndaj grave. Publiku dhe aktivistët për të drejtat e njeriut tashmë po kërkojnë transparencë nga produksioni, teksa rrjetet sociale janë mbushur me reagime të ashpra pas zbulimeve të incidentit të transmetuar drejt për drejt. Dhuna si brenda dhe jashtë ekranit nuk duhet të ketë vend në asnjë platformë mediatike. Ka qenë edhe mesazhi që po përforcohet gjithmonë më shumë nga shumë zëra.